jo zëmbi dijen, jo zëmbi drejten, jo asë një zëmbi të vërtetën. Të gjitha zëra duhet me hesht kur e vërteta flet, kur argumenti flet, kur prova flet, kur faktet flasin, të gjitha palavrat e tjera, thashethëmet, bestytnit duhet të heshtin. Nuk duhet asë një zë i thashethëmeve, apo i qfar do lloj burimeve të kontaminuara tjera të konkurojnë në tregun me të vërtetën. Ne duhet ta pastrojnë tregun ton, edhe të mediave, edhe të shkollave, edhe kudo qoftë që ka mundësi se është përvjedh një e pavërtet, një mashtrim, një manipulim, të pastrojmë që tregu i dijes të jetë treg i pastër, treg i lirë, treg i këndshëm, treg i sigurt, që fëmija jonë të thithin nga nektari kësaj dije, atë që i ndërton, atë që i forman, atë që i edukon dhe i arsimon. Prandaj kërkojmë krahas arsimit edhe edukim në vlerat tona, të respekt ndaj prindërve, të respekt ndaj mëtmoshuarve, të dijshmëve, e kështu me radhë nga vlerat tona që i kemi kultivuar, shejku me radhë dhe kemi qenë të njohur me to dhe për to.